Nëse kërkon të zgjerosh biznesin tënd apo ke një ide dhe një plan investimi për ta hapur një ndërmarrje, tashmë mund të gjesh financim. Banka Europiane për Rindërtim e Zhvillim, në kushtet e rënies së kreditimit që prej krizës që kapi dhe rajonin tonë në 2008, ka miratuar një fond prej afro 40 milion eurosh, i cili do të jepet bizneseve në Ballkanin Perëndimor, ku përfshihet dhe Shqipëria. Por si funksionon miratimi i kësaj kredie? Nëse ke një ide të mirë për ta hapur një ndërmarrje të vogël ose të mesme, apo do të shtosh investimet në një biznes ekzistues, besh të jep parat dhe bëhet aksionere deri në momentin që ti do të përfundosh lyerjen e kredis. Nuk kërkohet kolateral dhe nuk e për të paguar asnjë interes. Të gjithë rrezikun e merr përsipër Bergj. Fabio Seri, drejtori i zyrës së Bergj në Shqipëri, tha se banka do të bëhet pjesëtare e kapitalit sipas shumës që do të financojë. This is a fund which has been recently incorporated. Ne po e nisim me një fond prej 40 milion eurosh. Ky është një projekt që do të nxjisë kreditimin pasi e kemi parë që tregjet tashmë ka nevojë që të kenë ndërmarrje të reja dhe ato nuk mund të krijohen nëse nuk gjejmë paratë që të mbështeten. Nëse do e shohim që projekti funksionon, do ta dyfishojmë fondin në të ardhmen. Por se e vështirë është që të gjesh një bankë e cila të jep paratë vetëm duke pëlqyer idenë tënde. Mimoza Vojka është një sipërmarrëse e cila na tregon se para 2 vitesh kur ajo mori një kredi, vetëm një bank arriti t'ja ofronte pa kolateral dhe në fund rezultoi që biznesi i saj ishte i suksesshëm, pasi tani ajo ka arritur të prodhojë dhe të eksportojë jashtë. Pa produktin që neve tregtojmë dhe analizoj si një biznes që banka mund të vazhdojë me kredi pa pas nevojën e kolateralit. Se në fundit, banka ky është qëllimi, nuk është qëllimi të mbaj kolateral, po të ketë biznese që me kredit e tyre të mund të jenë të gjendje të shlyen detyrimin. Këtë kapërcim, këtë kërcim ekonomik që jemi duke luftuar, do duhet të jemi shumë inovativ. Dhe i takon në fakt sipërmarrjes. Zhvillimi i SME-ve ka një indeks në rajon dhe ne jemi nën zhvillimin mesatar të rajonit. Në qoftë se rajoni e ka 3.7 indeksin e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, maksimumi është 5, ne jemi ke 3.1. Sot që flasim, kreditimi për ekonominë tonë ka rënë me 1.4% vetëm gjatë 2013-s, ndërsa bizneset ankojnë gjithnjëherë më shumë se kushtet e miratimit e një huaje, po bëhen të vështira. Që të kemi rritje ekonomike, duhet që të prodhojmë sa më shumë, por si vjen kjo, duhet që të investojmë në sa më shumë biznese. Bizneset duhet të hapen duke gjendur mënyra të reja financimi, të cilat kohët e fundit janë shtrënguar së shumti nga bankat për shkak të normave të larta të interesit, por dhe të kërkesave që kanë për kolateral.